Hi njerëz, mirë se vini në një vlog të ri. Mos harroni bëni subscribe. Se unë harroj t'u e them edhe ju nuk më bëni subscribe. Ne duhet të rritemi këtu në YouTube. Hello, mirë se vini. Unë po ju flas tani nga Drimadhes. Kemi ardhur rreth orës 2 këtu. Tani është ora 3:30 e pasdites, pas jemi shprodhur, thashë të hap kamerën. Njerëz vendosëm që të vini me motor, sepse vjetë kemi bërë disa herë në fund të gushtit dhe në shtator dhe ka qenë perfekt, ka qenë shumë mirë. Jemi nisur dhe në orar dreke me të drejtën, por sot ka qenë tmerr, tortur, kam plasur vape, ishte një nxehtë i tmerrshëm. Okej, nuk e ndjeja shumë nga skafandoja ose sipër që isha me këmish me lino, por e ndjeja tek pjesa e këmbëve, e vinte ndoshta edhe nxehta e motorit, marmitra, nuk e di. Por realisht ishte një nxehtë përvolues, e vetmja gjë që kisha bërë gabim, sepse unë isha veshur komplet me lino, me të bardha, me të gjata dhe poshtë, por isha me shapka, nuk vesh atlete dhe me apërcëlluar këmbët. Okej, tani kam mirë, janë qetësuar, ndaluam, i leva me krem dielli, por më problemi ishte nxehta e thashë marmitrës e motorit. Edhe kështu mirë shkoi rruga, e bëm shpejt, por vetëm nxehtësia ishte e tmerrshme dhe realisht e kam ndier jashtëzakonisht shumë kësaj here. Tani që u shplodhëm, u vesha për plazh, vesha bikinit e mia të reja dhe do dalim. Kësaj here kemi ardhur në Drimadhes, sepse nuk gjeta në fakt në Dërmi, ishin të gjitha fully booked. Gjeta te Hotel Orange që është në Drimadh, ne kemi qenë para 3 vitesh pak a shumë këtu. Okej, kemi kaluar mirë, deti është afër. Tani madje kishin edhe vend në plazh shezllonet e tyre, ishte përfshirë në çmim. Nuk e di sa worth it është për 140.000 lekë nata që kemi paguar, sepse, okej, ja këtu perdja për shembull ka rënë një pjesë, ka dalë nga shinat. Por që në krahasim me çmime që pash vërdall, besoj se është më i leverdishëm. Jehi, këtu është pamja nga balkoni. Jemi fiks pas Hotel Sarete Pashaj, prisera dera sa herë ti klaqe vajti të marri hekurin. Të bësh mirë? Faleminderit. Yummy. Thjellë kështu? Se duket më shtrenjtë se Dërmiu. Këku? Njerëz, hëngrëm tek Eos Taverna. Është pjesë e Drimadhes Bungalows dhe ishte super nice. Këtu jemi te Drimadhes tani 360 gradë, që është po pjesë e gjithë këtij grupi Drimadhes Bungalows, Eos Taverna edhe Sunset Bari 360 gradë. E kisha parë disa herë në fakt, madje kërkova edhe këtu për të bërë rezervimin për të ndonjë turnata, se kanë këto bungalows shumë të lezetshme, por nuk ishte vende. Ushqimi ishte super i mirë, na ka shijuar shumë, gjitha pjatat ishin shumë të shijshme, edhe pak ndryshe, pak receta ndryshe, kishin erza, kishin salca shumë të mira të shoqëruara, kështu që na shijoi goxha. Tani erdhëm te plazhi, erdhëm direkt gati në orën 5. Por është super nxehtë. Është super nxehtë. Menduam se do kishte rënë pak dielli i nxehtë. Por jo, vazhdon të jetë super i nxehtë. Por asta dhe frapen time, e kanë bërë shumë të mirë edhe frapen. Na kishte mungu ky luksi i jugut ton. Sepse në Sardenja nuk e gjenim, nuk e kishim. Ndërsa këtu ja, skanon direkt QR coding këtu te çadra dhe të vjen parasia direkt, ka lezet. Dhe këtë reatin e shezlloneve. Për shezllonet s'kem paguar ende, kështu që nuk e di se sa janë. Përse çmimet e tjera janë okej. Te restoranti okej, diçka, ndoshta janë rritur pak 2.000 lekë, ndryshe pak nga Dërmiu, ose janë rritur kudo si vjet, nuk e di, se ne nuk e kishim vizituar ende si vjet jugu. Por për shihen që kishin dhe për shërbimin, aty te Eos Taverna më pëlqeu sepse është natyrë, kishte hije nga pemët, edhe vibe është më i lezetshëm. Okej, se kisha memorien full edhe mund ndërpre video. Po thosha që është nice, madje mendoj që bëm shumë mirë që kësaj here erdhëm në Drimadh,
Dhe ndryshojmë pak ambient, sepse vjet për shembull ishim disa herë në dërmi dhe po frekuentonim të njëjtat vende, u bë pak e mërzitshme dhe pothuajse gjithmonë e njëjta gjë. Kështu që besoj se bë mirë që ndryshuam pak vend edhe erdhëm këtu tek Drimadhes ose fshati Drimadh. Mendoj se do rrim deri vonë sot, të shohim pak edhe perëndimin e diellit deri nga ora 8. Pastaj të lahemi, të bëhemi gati, dalim për të pirë diçka. Të shoh rreth rrotull çfarë do më sugjeroj Google Maps edhe TikTok-u. Edhe ky Drimadhes 360 gradë sa të bari duhet të jetë lezetshëm. Por ndoshta të vemi diku tjetër. Колечки моторите, jeszcze koleżkowy nie jest samochodem. Ai njerëz nga darka vonë. Që në darka, në fakt i vjetë dhe them helë mirë më gjithë ka dita tjetër. Se ka kaluar orët 12 e natës. Me të fola mos që po nga plazhi, dush, thava vetëm rënjën, nga thava mirë gjatësi, se gjithsesi do t'i kapje, është me lule shpirt. Është me lule. Që thoni, që që po thosha, okej, ti shtava rënjë, i kapa kështu prapë bëshet, dhe më thënë të model flokët dhe më shikoni të vja këto titët, sepse nuk kam ndërmend të ndryshoj. Dhe i kam dhe okej, pak më rehat në motor, sepse nuk më ngatërohet, apo t'i si të se të kemë shkuar në motor. Dhe dolim në Drimadhes, që thoni. Dolim shumë vonë, sa unë dërbëshë po thaja flokët, ka i dhe zëri gjumi. Nuk e nga të smova, edhe është të flinte, pas u zruaj në 10 e ca, atëra fillova unë të lyesha, të pishesha e kështu me radhë, edhe dolim në Drimadhes. Pjesa që është më bukur dhe që është më plot është vetëm Sarajë dhe Pashahetni, edhe pjesa e Drimadhes 360 gradë që ishin që për plazhin, e Ostapernës, e barit të tyre. Vetëm ajo zonë ishte plot. S'kishte tavolina për të ulur, nga që është edhe ndeshje sot të Francës me Angli. Kështu që vendet e tjera nuk na pëlqenin se bëni xhiro deri poshtë. Marrë motorin, erdhëm në dërmi. Realisht Drimadha plazhet, beachbaret i ka të bukura, por përsa i përket darkës, dërmi është më mirë. Kështu që edhe sa herë që tentuam të ndryshonim vend përsëri kërkuam në dërmi. Kështu njerëz. Erdhëm tani tek Olja ka beachbarin. Si e ka kë restorante? Ja haro. Olja ka beachbari restorante së më i mëndë. Do të vendosë këtu, do kujtojnë me siguri. Edhe këtu është këtë vibe grek, në tërgoj që përret, është shumë nice. Pushimi mirë. Tani më cilësor ishte tek e Ostaverna, që ishte sot të saftur dhe më të shishme, edhe të shërbyra të bukur. Por gjithsesi edhe të mirë në ndrem. Besoj se do shkoj pak më lirë, do të çmim më duke pak më lirë në menu. Tani që kalon ora 12 të kanë ullur muzikën, dhe kjo gjëja, nuk më pëlqen. Tani ne donim me ullë me opi diçka. Ku me ullë këtu? Zduhet të mbyllet kaq shpejt. Vi që t'rregullohet robi, bëhet super yll, përfundon duke parë ndeshjen deri tani. E ik shtëpi. Ja vlen të lyesh të rregullohesh. Tani mes pedonales me motor.
Dolëm në rrugë, kaq ishte, një udhëtim I shkurtër. Jemi plakur. Ha? Kujdes, sepse duam të vemi shëndoshe mirë në hotel, a fliet gjumë. Oh, freskollik shqyr, s'kemi ftot fare. Jam fare aty te deti. Domethënë, gjithë mëngjesin jam djeg, kam plas vape në motor, tani në darkë, që e kam gjithë shpinën jashtë, jam fare së ftohtë. A ka një të mesme të ardë, të lutem.